Keni këmbë të ftohta dhe nuk po dini se si të veproni, truku që do t'ju shpëtoj. Ju shtanget shputa, gishtat po ju bien edhe ngërçi po ju krijon shqetësime sepse qarkullimi i gjakut nuk është i mirë. Problemi është se nuk ka mjaftueshëm muskuj që mund t'i mbajnë këmbët tuaj të ngrohta, prandaj mund të ngrihen shpejt. Për të lehtësuar këto telashe gjatë dimrit, hani ushqime që përshpejtojnë qarkullimin e gjakut, si vaj i peshkut ose dhe xhenxhefili. Ulni sesinë e kafeinës dhe rrisni dozën e agrumeve. Magnezi është gjithashtu një zgjedhje e mirë pasi mund të merret nëpërmjet ushqimeve të freskëta, si bananet dhe drithrat ose nëpërmjet suplementeve ushqimore. Përveç kësaj, bëni masazhe këmbëve me vaj rozmarine çdo natë përpara se të shkoni në shtrat dhe i lani ato në një legen çdo natë, dhe kështu. Hidhni ujë të ngrohtë në një legen dhe një tjetër ujë të ftohtë, më pas i vendosni këmbët në mënyrë alternative në të parin dhe më pas në të dytin. Është e rëndësishme të siguroheni që gjithmonë të filloni me përdorimin e procedurës me ujë të ngrohtë.